Ish deputeti i LDK-s Gani Geci ka ngritur akuza dhe dyshime të forta ndaj kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe lëvizjes vetëvendosje, duke sugjeruar se ata mund të jenë të ndikuar apo të dirigjuar nga Shërbimi Kombëtar i Inteligjencës së Greqisë. Këto pretendime Geci i ka bërë përmes një postimi të gjatë në Facebook ku ai flet për mënyrën se si sipas tij janë transportuar autoblindat e blera nga Shtetet e Bashkuara për forcën e sigurisë së Kosovës. Sipas Gecit, autoblindat amerikane nuk kanë zbarkuar në portin e Durrësit në Shqipëri, siç do të ishte logjike, duke pasur parasysh lidhjet e ngushta mes dy shteteve, por në portet e Greqisë. Ai pretendon se më pas këto mjete ushtarake janë transportuar drejt Kosovës me kamion me targa greke dhe janë zbrazur në kazermat e FSK-s. Të dashur miq, duke u bazuar në të dhëna sinjalizuese të sakta, del se autoblindat që janë blerë nga SBA-ja nuk kanë zbarkuar në portin e Durrësit, por në portet greke dhe janë ngarkuar në kamion grek dhe në kazermat e FSK-s janë zbrazur nga kamion me targa greke, shkruan Geci. Duke u nisur nga ky pretendim, ai shtron pyetje mbi arsyet pse është zgjedhur Greqia si rrugë tranziti për armatimin, duke marrë parasysh faktin se Greqia ende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Atëherë shtrohet pyetja, a është LVV-ja e dirigjuar nga EYP-ja, Shërbimi i Inteligjencës së Greqisë? Pyet ai duke shtuar se Shqipëria dhe Kroacia janë vende anëtare të NATO-s dhe kanë porte funksionale që mund të ishin përdorur për këtë qëllim. Geci shkon edhe më tej në akuzat e tij duke përmendur rolin e mundshëm të kishës ortodokse greke dhe asaj slave në politikën e Kosovës. A janë shërbimet inteligjente të Greqisë dhe kisha ortodokse greke bashkë me kishën ortodokse slave duke e udhëhequr politikën e Republikën e Kosovës, shkruan ai me dyshim në postimin e tij. Në këtë kontekst, Gani Geci sjell në kujtesë edhe dyshimet të mëhershme që sipas tij kanë ekzistuar për ndikimin e shërbimeve të huaja inteligjente në politikën e Kosovës. Ai përmend se më herët dyshoi se PDK-ja dhe Kosova, përmes kryeministrit Hashim Thaçi, kontrolloheshin dhe udhëhiqeshin nga Shërbimi Inteligjent francez DGSE. Duke u referuar raporteve rajonale, Geci vë në pa dhe marrëdhëniet e kryeministrit Kurti me Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ai thekson se Kurti i kalon pushimet në Greqi, pavarësisht se Greqia nuk e ka njohur Kosovën dhe historikisht ka raporte të shkëlqyera me Serbinë, si dhe faktin që kryeministri i Maqedonisë së Veriut ka marrëdhënie të mira me Beogradin. Në përfundim, Gani Geci kërkon që të hetohet se kush e financon dhe kush e udhëheq realisht lëvizjen vetëvendosje. Mbetet të hetohet dhe të shihet se kush e financon dhe kush e dirigjon kryet e LVV-s, shkruan ai. Deri më tani nuk ka pasur reagim zyrtar nga qeveria e Kosovës apo nga lëvizja e vetëvendosje lidhur me këto pretendime të ish deputetit të LDK-s.